Brezi Z, sikurse quhet brezi i lindur pas vitit 1995, është i pari që e ka kaluar fëmijërinë me smartphone në dorë, në një realitet virtual emocionues, por dhe të rrezikshëm. Kalimi i shpejt nga fëmijëria e lirë dhe e bazuar te loja në një fëmijëri të mbërthyer pas telefonit ka shkaktuar probleme të rënda në zhvillimin social dhe neurologjik të fëmijëve dhe adoleshentëve, vë në dukje psikologu social Jonathan Haidt në librin sociologjik Brezi i Ankthit që vjen i përkthyer në shqip. Telefoni apo rrjeti social apo gjithë mënyra si po funksionon teknologjia aktualisht ndikon drejt për së drejti në formimin e trurit, në mënyrën se si prodhohen hormonet, në mënyrën se si funksionojnë neuronet me njëra tjetrën, në sinapset që krijohen. Autori bën një vëzhgim mbi krizën e shëndetit mendor të rinjve në epokën e smartphoneve, ndërsa vajzat preken më shumë nga presioni dhe krahasimi online. Djemt tërhiqen drejt botës virtuale, duke u shkëputur nga realiteti. Vajzat, sidomos në moshën e adoleshencës, janë shumë të orientuara drejt imazhit. Se shoqëria funksionon në formë të tillë që kërkesat ndaj vajzave i kanë më të larta drejt imazhit, ndërkohë që ndaj djemve është ndaj popularitetit, çfarë ata arrin. Prandaj edhe dëmi më i madh i bëhet vajzave, sepse edhe në heshtje ato janë ato që dëmtohen më së shumti, qoftë në shëndetin mendor, qoftë në atë emocional, në mënyra se si reagojnë ndaj gjërave që kalojnë kohën shumë të gjatë për të parë në telefon. Haidt propozon 4 rregulla të thjeshta dhe konkrete për prindërit, mësuesit, kompanitë teknologjike dhe qeveritë, me qëllim rikthimin e një fëmijërie më të shëndetshme dhe humane. Kur përballemi në libër, po dhe në përditshmërinë tonë, me numrat gjithmonë në rritje të këtyre të rinjve dhe adoleshentëve që vuajnë nga forma të ndryshme të depresionit, të ankthit, që pastaj kanë simptoma të vetëlëndimit deri në akte ekstreme, ne si shoqëri dhe ne pastaj si prindër, nëse s'është ende shumë vonë dhe sipas librit nuk është vonë, mund të bëjmë diçka. Brezi i Ankthit është një thirrje për veprim për çdo që ka në dorë të ardhmen e fëmijëve.